Jon Buzuku ishte meshtar katolik dhe përkthyes shkrues i një misali katolik në Shqip, që sot e njohim si Meshari. Ai e filloi veprën në 20 mars 1554 dhe e përfundoi më 5 janar 1555. Libri është përkthim liturgjik nga latinishtja për të përdorur nga prifërinjtë dhe shërbesat, ka një mjet baritor për ta sjellë fjalën e Zotit në gjuhën e popullit. Vendshtypja nuk dihet me siguri. Buzimi kryesor është Venediku, për arsye tipografike dhe qarkullimi kishtar të kohës. Çfarë përmban Meshari? Meshari përmban pjesën kryesore të liturgjisë katolike, oficën e vogël të Zojës, 7 psalmet pendestar, litanitë e shenjtëve, fragmente nga rituali dhe katekizmi, meshët e së kremteve të vitit kishtar. Teksti është në gegrisht, me një ortografi e morfologji të konsoliduar, që tregon traditë të mëparshme të shkrimit të shqipes. Kopja e vetme e njohur sot ka 188 faqe, nga 220 fillimisht. I mungojnë 16 faqet e parë. Meshari përdor kryesisht alfabetin latin, me tip gjysmë gotik, me disa grafema të huazuara, si kompromis për tingujt e shqipes. Latinishtja nuk i mbulon plotësisht. Në sistem shkrimi Buzukut dhe leksiku i pasur i tekstit flasin për stabilitetin e formave gramatikore në shekullin e 16. Kopja origjinale ruhet në bibliotekën apostolike të Vatikanit e katalogun Liturgjia e tretë 194. U zbulua fillimisht rreth 1740-s, 1743-shit. Ka imzot Gjon Nikol Kazazi, i peshkëv i Shkupit. Në arkivat e Propaganda Fide. Pastaj u harua për gati 2 shekuj. Në 1909 e rizbuloi studiuesi arbëresh Pal Skiroi në Vatikan. Në 1929 deri 1930, Ad Justin Rota solli në Shqipëri 3 kopje fotografike të plota të librit, duke bërë për herë të parë të aksesueshëm për albanologët vendas. Në 1958, Namik Resuli botoi riprodhime dhe transkriptim të Mesharit, duke dokumentuar katalogun Liturgjia e tretë 194. Në 1968, albanologu Eqrem Çabej botoi botimin kritik, komente dhe studim gjuhësor, duke konsoliduar bazën filologjike të tekstit. Sot ekzistojnë edhe ribotime moderne dhe studime që analizojnë gjuhën, ortografinë, leksikun dhe dialektin Mesharit. Pas Buzukut, tradita letërsisë së vjetër shqipe vijon me figura të shuara, si Pjetër Budi, Frank Bardi, Pjetër Bogdani. Meshari është libri i parë i botuar në Shqip, dëshmi e shkrimit të shqipes me alfabet latin dhe një traditë letrare që rritet në shekujt pasues. Kopja origjinale u ekspozua në Tiranë për një javë në nëntor 2012 në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë. Në ngjarje e rrallë që e solli monumentin pranë publikut shqiptar. Sot Meshari shihet si dokument gjuhësor e kulturor i paçmueshëm. Për studiuesit, ai është laboratori i gegrishtes së shekullit të 16. Për publikun, simbol i identitetit. Nga formula e pakëzimit 1462.
dhe Meshari 1555, dhe më pas te Budi, Bardhi, Bogdani. Rrugtimi i të shkruarit shqip është historia e ruajtjes së gjuhës në rrethana të vështira. Meshari nuk është thjesht një libër i vjetër, është fillimi i një biblioteke.